Plagët nga dhimbjet që ja coptuan zemrën, tash e 27 vjet vazhdon ende t'i ndjej. Atë që ja shkaktuan forcat serbe, Musa Gërgurit nga studimja e vushtris me 2 maj të 99-ës, duke ja vrarë 2 vajzat e motrën, për të si kur ja kanë ndal edhe diellin. Në mendje, soda asaj dite i ka të pashlyeshme krejt maltretimet që i përjetuan nga armeqt. Pej Nordit janor, na kanë qitë pa tervezën, sofrën e këna lodhë këvyt, kur na kanë qitë lakësha bëhajt esnje drejt për Shqipni, ka thonë. Na jena shku për, jena dejnë të ishteshen për para kooperativa bëjësur, aty i këna nejt, tani na kanë kap, i kanë qitë në për kamiona. Rrugën drejt Shqipërisë u atreguan, por atë nuk i lejuan ta çojnë deri në fund. Për një fije peni nga fisheku shpëtoi edhe ky vet. Na kanë zonë rrugën, tani na kanë pej tuhit në tu shkut të poshtë rrugës, me kërë me kual, mizën e kanë vra me 2 kualt me kërë, që ati për foni këti ka tu në tonë. Mu më kanë qitë, më vraha, po Zotit su më ka vraha. Ti nxjerr të gjalla nga kolona vajzat Zejnepën e Emranën, rreth 17 e 19 vjeqe, ky se pati mundësin. Të dyja, krahallës së tyre nuk arritën ta jetojnë më gjatë jetën. Fati nuk ishte as me ata që patën fëmijë të vegjël me vete. Ramedis e ka marrë qikën, 1 vjet e ka pas qikën. Që të ndërë ka unë shkau, shohë, se të shohë, 3 herë se ka shohë, ka pinë litë bolit i ka ra. Para se t'u drejtonin armët, serbët civilve të pambrojtur u azbrazën edhe gjepat. Të setë cili rimërkja që kanë ardhë në rrugë që kanë zonë jashtë, i kanë vra. Fillimisht i kanë plaskit, pastaj i kanë ekzekutu. Në këtë masakër u vran 116 banor të kësaj ane.